Kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrovci ka paralajmëruar se PDK-ja ka nevojë për ndryshime në strukturat e partisë për të siguruar rezultate më të mira në zgjedhjet e ardhshme. Ai ka theksuar se veprimet e kryetarit të partisë Bedri Hamza do të vendosin nëse partia do të shmangë një rezultat të njëjtë me atë të fundit. Normalisht duke filluar të heqë të ricikluarit e përjetshëm nga skema e të pazëvendësueshmëve, të largohen nga vendimmarrja konformistët, oportunistët dhe bjerakosit partijak. Nuk është e lehtë që të bëhen ndryshime, aq më pak në një parti me traditë, kontribues e meritokraci të theksuar. Por, nëse nuk e bën ndryshimin zoti Hamza, është i rrezikuar në dy mënyra, ose për ta larguar nga lidershipi e ta zëvendësojnë, ose e lejojnë të pri, por do ta sabotojnë sërish në fushat për ta sjellë në nivel edhe më të ulët të votave, ka shkruar Ladrovci. Ai ka paralajmëruar se nëse nuk bëhen ndryshime të thella brenda partisë, PDK-ja mund të pësojë një rezultat më të dobët, duke rrezikuar votat në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ashtu doli, 2 deputet më pak, nga 24 në 22. Pas dështimeve të njëpasnjëshme të qeverisë ku opozita ishte më shumë dekor se sa ofruese alternativave për zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme për qytetarët dhe shtetin, rezultati është i pakënaqshëm. Prandaj, për rezultate më të mira të PDK-s, kërkohen veprime më të mira. Nëse zoti Hamza nuk vepron, qofsha i gabuar, por kam informata se do të veprojnë ata që janë të kënaqur me veten dhe me partinë. Këta mund të bëjnë rireshtim brenda listës së fundit të PDK-s, ku dyshi bëhet njësh, në emër të disiplinës partijake dhe kinse të imponuar nga rrethanat, ka shkruar ai. Ladrovci ka kritikuar gjithashtu kryetarin Hamza për mungesën e vullnetit për ndryshim dhe përfshirjen e ideve të reja. Për të pasur rezultat tjetër, më e pakta duhen ndryshime në vendimmarrjen e PDK-s, brenda subjektit politik, i cili bart përgjegjësi historike të shtetformimit e shtetndërtimit. Sigurisht, strukturat ekzistuese nuk po mund i japin përkrajen meritore liderit të partisë për shkak të shumë rrethanave. Meritokracia e nivelit qendror përcillet nga dështimet në deg, organizimin e mangët me strukturat, mos përfshirjen e ideve të reja në vizionin e platformës zgjedhore. Tjetër rrethan është mungesa e ballafaqimit me qeverisjen aktuale, mungesa e vullnetit për betejë të qëndrueshme e kauza politike, ka shkruar ai. Ai ka komentuar edhe vendimin e pritshëm të gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen e presidentit Vjosa Osmani. Mendoi se edhe gjykata kushtetuese për nga natyra dhe funksioni, çështjen e presidentit dhe shpërndarjen e kuvendit mund ta trajtojë si llastikun. Kjo çështje nuk e përmirëson gjendjen e PDK-s dhe të Kosovës, gjendje të cilat nuk vlerësoj si të mira, dhe qytetarët presin më shumë nga të gjithë ne. PDK nuk guxon të ndalet, ka shkruar Ladrovci në rrjetin social Facebook.